طالب العلم خذ من نظمي الدرر واسمع لنصحي وانقل عني الخبر ما دمت تطلب هذا العلم مجتهدا فاخشع ولا تك كالغاوين مفتخرا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Jemi tek libri Umdatul Ahkam, bazat e dispozitave të kapitulli Haxhit. Më konkretisht jemi tek hadithet rreth kthimi i Haxhit në umre. Do të thonë niyeti, nëse muslimani shkon e bën niyet për me shku në Haxh dhe nuk e ka marr kurbanin, atëherë i lejohet me ndru niyetin për umre. Do të thonë ti po shkon niyetin për Haxh, se ki marr kurbanin me veti dhe në moment u ka kujtu, atëherë e ndron niyetin. Dhe sahabët janë çuditur, apo se ti tash niyetin për bon për fars, niyetin për bon për Haxh, dhe prej Haxhit mu kthy në umre, bajagiron që sahabët s'kan mujt me perceptu. Edhe i kanë thonë Resulit alayhi salatu wassalam, a pjesërisht a plotësisht me e heki ihramin, mu liru bi ihramit. Jo, e kanë thonë plotësisht. Delni krejt, masne prap filloni prej Haxhit. E na këto hadithe i kemi lexu në javën e kaluar, apo para 2 javë, e sonte disa mendime të ulemave që a lejohet apo nuk lejohet kjo gjë. Ne kemi trajtuar që ekzistojnë 3 lloje të Haxhit. Një prej Haxhit, prej llojeve të Haxhit, është që e bëjmë ne, bashkia islame që e bën, është Haxhi temettu. Haxhi temettu është që është i ndar. Një herë bëhet umre, pastaj bëhet Haxhi. Shkojmë, i veshin ihramat, këtu, në Prishtinë i veshin, e bëjnë umrën, dalin për ihramave, edhe presin Haxhin mas 1 javë dhe 10 ditë sa është aty. Më dhe janë të lirë me një aspekt. Ndërsa Haxhi, lloji Haxhit tjerë, du të më konë bashkë, është pak ma i vështirë. Plus asaj dhe du të më marrë kurbanin me veti. Pra më nëse ti e bën piktuit me marrë kurbanin atje. Allah në ka lehtësu, elhamdulillah, që me e bo Haxhin temettu, kështu edhe Resuli alayhi salatu wassalam i ka mësu sahabët. Mendimet e dietarëve tash, a lejohet nëse ti shkon me niyet me kry Haxhin përpara, me kry një Haxhin Kiran, apo që është Haxh i bashkum mes umrës dhe Haxhit, a lejohet apo nuk lejohet me ndryshu niyetin. Të gjithë dietarët janë unanimizuar që sahabët që ishin me profetin alayhi salatu wassalam në Haxhin lamtumirës e ndruan niyetin. E ndruan niyetin. Thot, kjo dispozit vlente veç për ata, apo edhe për gjithë ummetin, se ka pas dietar, ka pas njerëz që kanë thonë kjo është specifike për çka? Veç për sahabët. Jo për të tjerët. Tash do t'i trajtojmë se ka hadithe, apo? Do thonë, një pjesë kanë thonë e kanë marrë argument një hadith të saktuar. Një pjesë tjetër e kanë marrë hadithin tjetër të saktuar. Që ky hadithi i parë që është pro këtyre që thonë që nuk lejohet, është hadithi dopt. Dhe për atë arsye janë përzi këto çështje. 3 imamët e mëdhenj, Ebu Hanifja, Maliku, Shafiu, me gjithë shumicën e dietarëve, thonë se kjo dispozit vlen veç për sahabët. Veç për sahabët vlen. Alemet dietar, ulemat mëdhej, janë argumentu me hadith. Mirë, hadithi ka dali dopt. Përderisa hadithi dali dopt, përkundër asaj ulemat e mëdhej që flasin pa rreshtur, fetva japin, nëse hadithi dali dopt, nuk mirët fjala e tyre mirët një pjesë, edhe e vërteta vllazni nuk matet me numra. Po e vërteta matet me çka? Me argument. Nuk mundesh me thonë shumica e kanë këtë mendim dhe që kjo është e sakta. Jo, e ka shumica nëse e ka argumentin. Se ka argumentin mund të marrë një pakic edhe me pas argumentin e fuqishëm edhe ti du të një bind pakicës, por nuk është rregull, apo? Imam Ahmedi, dietarët e mëdhëbit dhahiri. Çka dhahiri? Vllaznia e dini çka do të thonë? Sipërfaqësor, i marrin argumentet sipërfaqësisht. Dietarët e hadithit dhe Ibn Abbas, Ebu Musa al-Ashari thonë se ndrohet niyeti. Kjo pjesë ulemave thonë se ndrohet. Grupi i parë i dietarëve që thamë që nuk e lejon, në transmetimin e Ebu Davudit nga Abu Dharri, i cili thot ndërimi i niyetit nga Haxhi në umre ka qenë vetëm për grupin që shtam të sahabeve. Tek Muslimi transmetohet nga Abu Dharri, ndërimi i Haxhit në umre ka qenë
për shokët e Muhamedit alayhi salam dhe që ky hadith ka shkaktuar problem. Harith ibn Bilal transmeton se babai i tij i ka thonë pejgamberit alayhi salam: "O i dërguari i Allahut, ndrimi i niyetit të haxhit është specifik vetëm për ne apo për të gjithë njerëzit?" Çka i ka thonë Resulullah alayhi salam është specifik vetëm për ne. Që ky hadith ka bo që këta ulemaja kretë me dhebe, 3 me dhebe me thonë që kjo është specifik veç për sahabët dhe jo për të tjerët. Kjo dispozit, apo shumica djetarëve thonë se hadithi Bilalit i ka abroguar të gjitha hadithet e ndërimit të niyetit. Kjo dispozit vlen vetëm për sahabët për të kundërshtuar bestytnit e gjahiljetit që e bënin të ndaluar umrën në muajt e haxhit. Ka pas një lloj bestytnie që në muajin e haxhit nuk lejohet umra me bo. E për me thy këto, ka ndodhë kjo gjë. Grupi tjetër i dietarëve që e lejojnë ndërimin e niyetit argumenton me hadithe plotësisht të sakta që e lejojnë me ndryshu niyetin dhe ka nomin e ulemave apo sahabeve: Gjabiri, Suraka ibn Malik, Ebu Sejid al-Hudri, Aliu ibn Abasi, Enesi ibn Omeri, Rabi ibn Sabra, Bara ibn Azib, Ebu Musa, Aisha, Fatima, Hafsa, Esma bin Ebu Bekër, Allah im shrofë që të gjithë. Këret këta kam pas mendimin që lejohet me ndru niyetin. Lejohet me ndru niyetin. Kur e përmenda Aisha, a dini vllazni që Aisha radhiyallahu anha ka leju me majt hajmali? A dini? Veç me Kur'an. Veç me Kur'an e ka leju. Përkundër asaj që e ka leju, ulemaja janë skeptik në këtë gjë dhe thënë jo. Se s'ka argument për pejgamberit alayhi salam. Po. Pse? Sepse është një rrugë, një post që mundet me të çu ty mi besu asaj, jo me besu asaj, po me thonë që ke mbron vetvetijo. Dhe si tu mbron vetvetijo, problem pastaj. Pastaj, çështja tjetër, të gjithë këta transmetojnë shumë hadithe, disa prej të cilave gjendet tek Sahihu Buhariu dhe Muslimit, në to citohet qartë ndërimi i niyetit nga haxhi në umra e kështu me radhë. Përveç këtyre ne po sjellim edhe 2 hadithe të tjera, të cilët në të vërtetë janë të shumta. Thot Ebu Sejid nga Ebu Sejid el-Hudriu, dolëm thot me pejgamberin alayhi salatu wassalam. Thot dhe ne thërisnim hapur për haxh. Ju tregu miletit, hajde po shkojmë në haxh. Kur mbërritëm në Mekë, pejgamberi alayhi salatu wassalam na urdhroi niyetin e haxhit me ndru në umre. Pse? Sepse nuk kishin kurbane me vete. Dhe kur nuk ke kurban, nuk ke mundësi më e bo kurbanin, dhe më thotë kiran. Ditët e tervijes, kur do të shkonin në Mina, bëm niyetin për haxh. E ndërpretëm, niyetin e ndryshum, dhe kur u bo ditët e tervijes, pastaj e bëm niyetin për haxh. Transmeton Muslimi dhe Ibn Majah nga Ismaja vajza e Abu Bekrit, dolëm me ihram dhe tha profeti alayhi salatu wassalam: e veshëm ihramin edhe nisëm me shku në Qabe me bo haxhin. Kur pejgamberi alayhi salatu wassalam i pa, tha: kush ka me vete kurban, le të qëndroj me ihramin e tij, ndërsa kush nuk ka, le të dal nga ihrami, le ta heq ihramin. Pastaj tha: unë nuk kisha me vete kurban, kështu që u lirova. E lirova, e heka ihramin dhe e vazhdova. Këto hadithe janë universale dhe vlen për sahabët dhe për ata që do të vinë pas derisa të jetë jeta. Por fjalës së Suraka ibn Malikut çti bën kur e pyeti pejgamberin alayhi salatu wassalam dhe tha ky ndërim niyeti nga haxhi në umre është specifik për sahabët, i dërguar Allahu tha për gjithë ummetin. E atje çështa? Apo bjen kundërshtim gjë në një tjetër? Kontradikt. Çaja e para është e dopt. Çaja e para është e dopt. Kjo është e sakta. Që përveç sahabeve ka qenë edhe është edhe për të tjerët. Nuk ka një ndryshim. Sahabe po, besimtarin musliman, po mund të jetë për pejgamberin se sa disa gjëra që janë specifike. Për shembull namazi natës për pejgamberin se sa ka qenë fars, për neve nuk është fars. Mirë po për sahabët, ata sahabe na jemi musliman, ata musliman na musliman. Po ashtu Imam Ahmedi thot për mua hadithi Bilal ibn Harithit nuk është i saktë që. Imam Ahmedi thot nuk është i sakt,
thot dhe as nuk argumenton me të. Gjithashtu njëri nga transmetuesit e zinxhirit të hadithit të Harithit nuk njihet fare, supozo që Bilal ibn Harith është i njohur. Po çka kime boti me gjata sahabi që e kanë leju? Në veç për një Harith, dhe më thonë për një Bilal ibn Harith, ti do t'i gjush gjitha sahabet, mendimet e gjitha sahabeve? Përkundër asaj që ky është i dopt të njëjtë mendim e ka dhe Sheikhul Islam ibn Taymiyya dhe nxënësit i Ibn Qayyim al-Jawziyyu. Ndrimi i haxhit në umre, a është i detyrueshëm tash apo i pëlqyeshëm? E kuptojmë që lejohet apo? Mirë, po a është i detyrueshëm? A është i pëlqyeshëm? Kjo pyetje është shtruar brenda grupit të dietarëve që e përkrajnë ndërimin e niyetit. Imam Ahmeti thotë që është e pëlqyeshme. Nuk është obligim. Ibn Taymiyya thot banorët e Mekës, fisi hashimive, dietarët e hadithit e pëlqyen këtë, gjithashtu e pëlqyen këtë dietarët e sunetit dhe të cilët janë më afër rriteve të haxhit dhe umrës tek të tjerët se të tjerët. Ibn Abbasi është i mendimit se është i detyrueshëm. Është i detyrueshëm. Çka kemi bëti, hajt, ti do të më kthy atë mbrapa. Se s'ki ndryshe. Nëse nuk e ki marr kurbanin me veti, gjitha të rukëtime ki bo, çka kime bëti? Ose kime ndru, ose ki më kthy mrapa, me marr kurbanin me veti, edhe me vazhdu me bo haxhin kiran. Apo i bjerë qështu? E paramendot ashti, për hyp në Prishtinë, edhe po shkon në Mekke, po shkon në Mikatin me bo. Mikatin e se në ajër du të me bo Mikati. Edhe nuk e ki, çka kime bo? S'pranohet ty. Po s'lejohet që kjo problemi. Mëse ku kime bleti, në aeroplanet i natë. Ti Mikatin veç pe kalan? Për në kom po, tamam. Më thonë është problematike. Hadithi Jabir ibn Abdullah thot e transmeton erdhëm me profetin alayhis salam në Mekke dhe ne thoshim të përgjigjem ty o Zot për haxh me urdhën e profetit ndëruam niyetin për umre. Dhe hadithi i para fundit për sonte Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu transmeton se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam erdhi në Mekke së bashku me shokët e tij mëngjesin e ditës së 4 të muajit Dhulhijhe duke thirrur të përgjigjem ty o Zot për haxh, profeti urdhroi ta kthenin haxhin në umre, than sahabët o i dërguari i Allahut, si të lirohemi nga ihrami, tha pejgamberi alayhis salam plotësisht, jo pjesërisht, po plotësisht. Sa ata s'mundën me paramendu qysh krejt me hek. Tha plotësisht krejt, si pi fillimit me anis me një aspekt. Ibn Abbasin na tregon se pejgamberi sa dhe shokët e tij mbërritën në Mekë në haxhin Lam Tumirës dhe mëngjesin e ditës së 4 të muajit Dhulhijhe sahabët kishin veshur ihramin dhe kishin bërë niyetin për haxh ifrad, por kishte prej tyre që kishin bërë niyetin kiran apo. Si do dallimi me kiranit dhe ifradit, a keni marrë mend? Po, e ifradi? Kirani është me kurban, po. Këtë janë me kurban. Varet pe kohës, apo kupton kështu ç'e marrish. Mirë, po kirani dhe ifradi ka dallim, se ifradi nuk është brenda umre. Nuk është edhe umra. Temettu e ki umrën ndërprerje haxhin. Ndërsa kiranin çka është? Kiranin e ki umra haxh bashk. Si ta vesh ihramin, hiç s'ki ndërprerje. Kërejt du të me kry, masej në fund, me hek. E kjo jone haxhit temettu është ma i letë. Apo që kemi thonë. Se shkon e bën ihramin, shkon për Prishtinës atje, e kryn tavafin për 3-4 orë, 5 orë, e hek ratosh, e pret haxhin. E kryn haxhin 3-4 ditë sa është, edhe kryet. Ifrad e ki vetëm haxhin, nuk ki umre. A kiran, bashkarisht, për njëherë, duhet me bo. Temettu, ndërprerje. Mos i harroni inshallah. Profeti alayhis salam urdhroi kush nuk ka marr kurban me vete nga të dy grupet ifrad dhe kiran, le ta ndroj haxhin në umre dhe le të lirohet nga ihrami. Dhe hadithi i fundit për sonte, hadithi 239, Urwata ibn Zubair thotë u pyet Usame ibn Zeidin prezencën time, si ecte i dërguari Allah sallallahu alaihi wasallam kur kthehej nga Arafati. Në Arafat duhet me nejtë vllazni pi drekës deri në aksham. Dhe atë ditë zbret Allah subhanahu wa taala dhe zgjidhet çështja. Prej suneteve vllazni është që me nejtë prej drekës deri në aksham në kom të bëdua. Në kom.
dua. Sa orë, para më na pi 12 dhe në 8. Me nejtë në kom, që me sahata. Njëri prej xhallarëve ka nejtë në kom. Që sunë e bëjnë, shumë i të bova kemi me thonë krejtë. A di cili hoxh është? Luzim Perçuk. Hoxha Ahmet Kallzeke, tha na kretë ullshim, s'mishim me bajt, a i tanë ditën në kom, ka bo doa. Nuk është obligative, s'po themi që është obligative, mirë po, sunet është. Tanë kom të menet aty të bo doa. Po ashtu tha Usama, ai este ngadal ndërsa kur gjente boshllëk midis njerëzve, shpejtonte, ndërsa kuptimi i përgjithshëm është se Usama ibn Zeid qëndronte ulur pas profetit në të njëjtën kafshë transporti kur zbriti nga Arafati për në Muzdelife dhe e dinte me detaje ecën e pejgamberit alayhis salam, ecste ngadal nga që kishte shumë njerëz dhe nuk donte me i dëmtu të tjerët. Resuli alayhis salam i për ullur e kështu me radhë dhe çka përfitojmë nga hadithi, Usama ibn Zeid ishte njeriu më i ditur për ecjen e pejgamberit alayhis salam, po ashtu kishte ecje mesatare dhe normale dhe pejgamberi sa nëse gjente boshllëk midis njerëzve, nxitonte pak devën e tij. Në ditët e sotme ndodhin gjëra që nuk i shkojnë për shtati muslimanit, ngajnë, bëjnë dome, dhe më thonë, ansore në mesin, kaos bëjnë mesin e muslimanve. E mas shumëti që bëjnë kaos, kush janë shijat. Bo para disa vjete që ndodhen ato që u mbytën, duke mos si të gjuhë ato autoritetet se qysh me i bo, edhe vdiqen plot haxhiler dhe në takimin e radhës me gjykimi parakalimit të një riti, pastaj hedhja gurve në Jamratul Aqaba, e kështu me radhë. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahu ju shpëlbeft.